Përshëndetje. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit tanë. Sigurisht jemi në Prekaz pranë kompleksit sigurisht dhe kullës familjes jashare. Nëntori i Lëvdis, i cili shënon disa festa për shqiptarët, nis nga përvjetori i pavarësisë Shqipërisë, pastaj përvjetori i daljes publike në skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari janë disa nga datat për të cilat pothuajse shqiptarët anë kënd vinë në Prekaz për të festuar dhe sigurisht për të nderuar lavdin për të rënët dhe për nder pa dyshim edhe të ditëlindjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Aktivitetet të shumta do të realizohen edhe gjatë këtij përvjetori dhe gjatë këtij 28 nëntori, edhe gjatë ditës së sotme, mirë po fillimisht do të flasim për një aktivitet që ndëron këto festa, por që është pak më ndryshe. E kam afër organizatorën e vrapimit të nëntorit, është me ne Valdete Çollaku dhe do të flasim për këtë aktivitet që pothuajse është i pari në Prekaz sot. Përshëndetje dhe faleminderit që ndat kohën për ne. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur sot në Prekaz. Do më thonë sot jemi këtu në edicionin e 5 të vrapimit të nëntorit. Vrapusit veç kanë fillu me u paraqit prej orës 7, nisja është në orën 9. Si që the edhe ti, do më thonë është aktiviteti i parë që fillon në Prekaz, mirë po është viti i 5 që po mbahet si vjetë vrapimi nëntorit. Sigurisht aktiviteti i parë gjatë ditës së sotme, por a mund të na ndani pak më shumë detaje. Është pikërisht shtegu i Lirisë që ndëron pa dyshim përvjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, daljen publike të UÇK-s, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe pa dyshim të rënët e tjerë dhe dëshmorët edhe në këtë fest. A mund të na jepni detaje nga ku do të bëhet nisja, do të jetë sikur viteve të kaluara dhe si pritet të jetë këtë vit? Realisht janë dy disiplina, është 28 nëntori është 28 km për 28 nëntorin, simbolika, dhe 11 km për muajin e 11. Do më thonë starti është në Prekaz dhe mandej dojnë dy disiplinat dhe përfundojnë të dytë në sheshin Adem Jashari në Skënderaj. Normalisht për shkak të kohës këtu ditë që ka qenë me rreshje, shtegu ka me qenë pak më i vështirë, me baltë, mirë po për shkak të ndjenjes dhe arsyes pse mbahet kjo garë, gjithë vrapusit e kanë derën edhe zbesoj që kanë mendi lodhjen, sepse është bë sakrificë madhe në këtë vend edhe në bazë, si falënderim asaj sakrifice, ne sot vrapojnë të lirë, të gjithë sot vrapojnë të lirë në Prekaz. Padyshim një shteg i Lirisë, një ecje e ish ushtarëve të UÇK-s dikur, që është edhe simbolik e lirisë së shtetit tonë, pikërisht edhe në këtë 28 nëntor, cili do t'jetë numri i pjesëmarrësve sot? Në listën e pjesëmarrësve kemi 410 vrapuz, do më thonë është kthy rekordi, ose ndonjëherë që është regjistruar në garën e vrapimit nëntorit, jo vetëm në garën e vrapimit nëntorit, po ndoshta në krejt troje shqiptare ku organizohet vrapime trell, sot Prekazi ka më shumë të pjesëmarrës. Është një nder i madh, krenarie e madhe dhe shpresoj që të shkojë gjithçka në rregull. Faleminderit shumë që ndat kohën për ne dhe suksese me shtegun e Lirisë. Uroj që të bashkangjiten akoma më shumë njerëz, meqense numri ishte jashtëzakonisht i madh, për të shënuar këtë përvjetor të lavdisë së festave të nëntorit në vendin. Faleminderit shumë, edhe pse normalisht numri ka realisht na e kemi kufizuar numrin për shkak të disa menaxhimeve të garës, mirë po shpresoj që vitin tjetër të dyfishohet. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë Agron është pikërisht aktiviteti i parë që do të nisë në orën 9, vrapimi i nëntorit, për mes shtegut të Lirisë, ashtu siç edhe e kanë emruar organizatorët, por
Në Prekaz, si zakonisht, si edhe viteve të tjera, pritet të mblidhen një numër i madh i qytetarëve të cilët vinë për të festuar 28 nëntorin, pra festat e nëntorit që e karakterizojnë edhe vendin ton, si që tham edhe më herët, për nder të daljes publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e që shënon për vjetorin pikrisht sot, por edhe ditëlindjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Do të ketë padyshim edhe pjesëmarrje institucionale për të bërë homazh dhe nderime në kompleksin memorial në Prekaz. Ndoshta kolegu im Besniku do të arrit ju sjell pak pamje për të parë se tashmë flamujt janë ngritur për të bërë hapjen e gjithasaj të pritjes së qytetarëve që edhe këto orë të mëngjesit veç se kanë arritur, ndërsa nga krerët institucional është paralajmëruar homazh nga kryeparlamentari Dimal Basha, i cili pas pak do të vije për të bërë homazh dhe nderime në varrezat e dëshmorëve këtu në Prekaz. Pastaj do të ketë edhe organizime të tjera nga komuna e Skënderajt, ka të paralajmëruara për urime të busteve të Sald dhe Hamit Jasharit në një prej shkollave. Pastaj do të inaugurohet edhe obelisku i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në orën 12 në sheshin Adem Jashari në Skënderaj, dhe do të përmbyllet me një aktivitet që organizon komuna e Skënderajt. Është festivali Rapsodia Shqiptare dhe nata e tretë e këtij festivali që organizohet përvitshëm në Skënderaj. Ne do të jemi bashkë për të sjellë festën e nëntorit, e 28 nëntorit nga Prekazi gjatë gjithë ditës, dhe për të parë se si do të jetë atmosfera për gjatë orëve në vazhdim. Linda, faleminderit shumë për këto informacione, sigurisht